Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zgjoheni shpesh gjatë natës për të urinuar. Ja çfarë duhet të bëni që të shpëtoni nga ky siklet. Urimi pa kontrolluar në gjumë mund të jetë një problem i vazhdueshëm që ndikon te cilësia e gjumit tuaj. Nëse vazhdimisht të zgjoheni gjatë natës për të urinuar, ky problem nuk duhet të neglizhohet. Provoni këshillat e urologut për një gjumë më të mirë. Urinimi natën është një fenomen normal, por frustrues dhe shfaqet më së shumti te meshkujt e moshuar, por mund të tregojë edhe probleme serioze shëndetësore. Më shpesh, shkaku kryesor konsiderohet të jetë prostata tek meshkujt, e cila me kalimin e moshës rritet dhe mund të çojë edhe në urinimin e shpeshtë dhe edhe gjatë natës. Një urolog amerikan ka dhënë këshilla se si meshkujt mund të ndalojnë veten gjatë zgjimit të natës për të shkuar në tualet. Miliona e meshkuj në botë, gjithashtu, prishin cilësinë e gjumit të paktën një herë në natë edhe për të shkuar në banjo, por kjo mund të cilësohet gjithashtu edhe një problem i madh për shëndetin. Prandaj duhet të përdorni edhe këto mënyra alternative. Dr. Edward Sheffer nga Universiteti Northwestern në Chicago të Illinoisit ka thënë se ky shqetësim gjatë natës shkaktohet nga zmadhimi i zakonshëm i prostatës që ushtron presion mbi fshikëzën e urinës, por nuk mund të jetë i vetmi shkak. Për të evituar këtë problem, duhet të ndiqni disa këshilla sipas tij, të cilat do ju ndihmojnë në kundër urinimit të pakontrolluar. Në lëngun e përfituar nga shtrydhja e gjysmë kilogram limon, hidhni lëvozhgat e 5 kokrave të vezës të pastruar mirë. Kur lëvozhgat të shkrihen në lëngun e limonit, përbërja kullohet dhe vendoset në një shishe të mbyllur. Lëngu i përfituar konsumohet 3 herë në ditë nga një gotë i zbutur me pak ujë. Kështu do të keni një mundësi të mirë lehtësuese. Ose mund të ndiqni edhe këto metoda të mjekësisë sipas ekspertit të shëndetit. Mos pini ujë përpara se të shkoni në shtrat. Është një mundësi shumë e mirë për të evituar kështu edhe urinimin e pakontrolluar gjatë natës. Urologu thekson se duhet të keni kujdes me sasinë e ujit që pini përpara se të shkoni për të fjetur. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për njerëzit të cilët vuajnë në tashmë nga nokturia. Nëse rrisni marrjen e lëngjeve, do të keni edhe rritje të urinimit. Gjithashtu, kjo është veçanërisht e rëndësishme edhe të mos konsumoni më shumë se 2 gota ujë me njëherë para gjumit. Sipas ekspertit, pirja e tepërt e lëngjeve mund të ndikojë në cilësinë tuaj të shëndetit. Mos pini alkol dhe kafeinë përpara se të shkoni për të fjetur. Ajo që pini mund të jetë e rëndësishme se sa kur e pini. Pasi disa lloje të pijeve që kanë në veti natyrale diuretike, do të thotë se mund ta bëjnë në trupin tuaj të prodhojë më shumë lëngje 2 deri në 4 orë më vonë. Shefer thotë se kafeina është gjithashtu një diuretik natyral që mund t'ju bëjë të prodhoni më shumë lëngje, sidomos edhe me kalimin e kohës. Ai tha se, madje u kërkon pacientëve të tij që të mos konsumojnë lëngje përpara se të shkojnë për të fjetur dhe ta shënojnë gjithçka që kanë konsumuar 2 ose 3 orë përpara gjumit. Mbani çorape të larta deri në gjuhë gjatë kohës që jeni duke fjetur. Dr. Sheffer rekomandon gjithashtu që burrat dhe madje të konsumojnë edhe ushqime të dhura, por gjithashtu të zgjedhin edhe një mënyrë tjetër jetese. Të mbajnë këmbët e tyre të injtura të shtrënguara dhe të veshin çorape deri në gjuhë gjatë natës. Mbajtja e lëngjeve është gjithashtu një nga arsyet pse disa njerëz duhet të urinojnë më shpesh gjatë gjumit. Gjithashtu, pothuajse të gjithë meshkujt në një moment të jetës së tyre do të preken nga problemet urinare, citon Dr. Sheffer. Kjo lidhet me arkitekturën e trupit maskullor në lidhje me traktin urinar dhe padyshim me organizmin që ndodh edhe me moshën e meshkujve. Uretra ose tubi që nxjerr urinën jashtë kalon drejt për drejt me prostatën. Pra, kjo do të ngushtohet dhe do të shkaktojë gjithashtu edhe probleme me urinimin. Shumica e njerëzve urinojnë më shpesh gjatë natës dhe gjatë ditës, por kjo ndryshon për shkak të numrit të faktorëve. Ajo se çfarë konsumoni është çështje shëndetësore dhe mund të ndikojë nëse sa shpesh shkoni në tualet gjatë natës. Zakonet tuaja të tualetit mund të rrisin gjithashtu kohën e përdorimit të tualetit, pasi edhe fshikëza mban rreth 1 litër ujë. Nëse urinoni rregullisht për çdo rast, nuk e zbrazni plotësisht fshikëzën kur shkoni. Të gjithë janë të ndryshëm, kështu që nuk ka asnjë pikë referimi për frekuencën normale të urinimit.
Thënë kështu, nëse konstatoni se keni nevojë të vazhdueshme të shkoni, nuk mund ta mbani atë për një kohë të gjatë sa të arrini në tualet, të ngriheni rregullisht gjatë natës për të urinuar ose vetëm të lëshoni një sasi të vogël urine çdo herë, mund të jetë një shkak për shqetësime të ndryshme, dhe konsulta me mjekun tuaj në këtë rast duhet të jetë çelësi. Prandaj, nëse her pas here shkoni në tualet dhe ju bën që të prishni gjumin e natës, mos i neglizhoni këto shenja. Konsultohuni me mjekun tuaj përkatës për të parë problemet të cilat ju mund të jeni të prekur. Gjithashtu duhet të bëni edhe një sër ndryshimesh në dietën tuaj ushqyese, pasi është një mundësi shumë e mirë për t'i ardhur në ndihmë shëndetit tuaj, duke ndjekur edhe një ndryshim të plotë të dietës suaj. Ndjekja e këtyre përdorimeve në mënyrë të rregullt sigurisht që do të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit tuaj kundër urinimit të tepërt, dhe mbi të gjitha, edhe në mbajtjen nën kontroll të problemeve të fshikëzës. Problemet e fshikëzës urinare mund të ndikojnë dhe të shkaktojnë gjithashtu komplikacione të njëpasnjëshme. Prandaj, sipas ekspertëve në këtë video do të rendisim disa mënyra për të përmirësuar gjendjen tuaj dhe për të evituar problematikat. Azar Kuda, konsulent urolog në spitalin sipas Healthcare UK, rekomandon këto këshilla mjekësore nëse përjetoni simptoma për një periudhë të qëndrueshme. Ai gjithashtu tregon disa arsye më të zakonshme themelore për urinimin e shpeshtë, si dhe çfarë duhet të bëni për të lehtësuar këtë shqetësim. Një nga arsyet e urinimit të shpeshtë mund të jenë infeksionet të traktit urinar. Infeksionet të traktit urinar ndodhin kur bakteret hyjnë në traktin urinar dhe shkaktojnë infeksione, thot Azar për Metro.co UK. Ky iritim mund të çojë në një dëshirë të shpeshtë për të urinuar gjatë natës, së bashku me simptoma të tjera si ndjesia e djegjes ose urina me turbullime të mëdha. Një tjetër arsye që mund t'ju çojë drejt urinimit gjithashtu mund të lidhet edhe me diabetin. Diabeti tipi 1 dhe diabeti tipi 2 mund të ndikojnë në sa shpesh urinoni. Azra shpjegon se nivelet e larta të sheqerit në trup mund të bëjnë që veshkat të punojnë më shumë për të hequr glukozën e tepërt nga trupi përmes urinës, duke rezultuar kështu edhe në urinim të tepërt dhe probleme të ngjashme të shëndetit. Njerëzit me diabet të pakontrolluar ndonjëherë gjejnë gjithmonë edhe erë të ëmbëlose të frutave si rezultat i glukozës së lartë, ose kanë ngjyrë më të errët për shkak të dehidratimit. Përdorimi i diuretikëve të ndryshëm gjithashtu mund të ndikojë në çështjet tuaja imunitare, ndaj nuk duhet të neglizhohen gjithashtu edhe konsultat dhe këshillat me mjekun përkatës. Sipas Azra, medikamentet diuretike të përshkruara për trajtimin e kushteve si presioni i lartë i gjakut ose edemat rrisin prodhimin e urinës, gjë që mund të çojë në urinim të shpeshtë. Fshikëza tepëraktive gjithashtu mund të jetë një nga arsyet kryesore përse ju po përjetoni këto shqetësime. Një fshikëzë tepëraktive është në gjendje që karakterizohet nga tkurrja e pavullnetshme e fshikëzës, duke shkaktuar urinim të shpeshtë dhe urgjent, thot Azra. Cistet interstiksiale gjithashtu mund të jenë një problem. Kjo gjendje kronike e njohur si sindroma e fshikëzës së dhimbjes shkaktohet me simptoma të tilla si dhimbje të forta dhe legen të ngushtuar me urinim të shpeshtë, ndonjëherë deri në 60 herë në ditë. Cistet kanë tendencën të jenë të zakonshme te gratë mbi 30 vjeç dhe mund të ndizen dhe të përmirësohen gjatë periudhës së ditës, të javës ose të muajve. Nuk ka asnjë test të vetë diagnostifikimit për diagnozën, kështu që së pari duhet të përjashtoni kushtet e tjera. Gjithashtu, shtatzania mund të jetë një ndikues i madh te femrat edhe për shpeshtësinë e urinimit. Azra thotë se gjatë shtatzanisë, ndryshimet hormonale mund të rrisin gjithashtu edhe rrjedhën e gjakut në veshka, duke çuar kështu edhe në urinim më të shpeshtë. Çështjet e prostatës tek meshkujt mund të jenë një arsye e cila nuk duhet të neglizhohet. Tek meshkujt, një prostatë e zmadhuar mund të jetë një arsye kryesore përse ju po përjetoni këto shqetësime, citon mjeku. Mund të jetë edhe një kompresim i uretrës duke shkaktuar vështirësi në urinim, duke përfshirë edhe frekuencën e shtuar, citon mjeku. Ju gjithashtu mund të keni edhe të vështirë të urinoni ose të zbrazni plotësisht fshikëzën tuaj, si rezultat i problemeve të prostatës, i cili është veçanërisht i zakonshëm tek meshkujt mbi moshën 50 vjeçare. Pirja e tepërt e lëngjeve gjatë ditës mund të ndikojë në urinimin e tepërt gjatë ditës.
Duket e qartë, por ndonjëherë jeni gjithmonë duke vrapuar në tualet. Kjo mund të jetë edhe për shkak të sasive të tepërta të lëngjeve që ju pini. Mjeku thotë se kafeina dhe alkooli në veçanti mund të rrisin edhe prodhimin e urinës dhe rregullimin e marrjes së lëngjeve, veçanërisht para gjumit mund të ndihmojë edhe menaxhimi i kësaj. Nëse vazhdimisht keni këto shqetësime, duhet të paraqiteni tek mjeku. Gjithashtu, mund të mos neglizhoni shenjat e ndërlidhura. Nëse urina juaj vjen me njerë të fortë ose edhe me ndryshime të shkumëzimit, duhet të shkoni me njerë tek mjeku. Ndryshimi i ngjyrës së saj mund të lidhet edhe me probleme të tjera shëndetësore. Çdo problem që vëreni në shëndetin tuaj mos e neglizhoni, por adresojeni atë tek mjeku përkatës. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.